vitit 1912 që kurorëzohej me shpallën e pavarësisë dhe për ta ilustruar atë udhëtim të Ismail Qemalit përgjatë zonës së Divjakës dhe Myzëqes Bregdetare, me fare mirë mund të shfrytëzojmë dhe arkivin e televizionit ton, ku ndonjë sekuencë e shfaqur prej tij ku duken edhe pishat e Divjakës, sepse autorët i qëndruan besnik ngjarjes reale për të ndërtuar subjektin e filmit, do ishte shumë interesante. Do të shkruan në herë në libër zotni Pandeli, gjithë pa udhësit që janë bëhe, po i bëhen këtij populli. Po të shkruaj ndonjëherë një libër i tillë o xhaj, fletët e tij do të mbulonin gjithë Shqipërinë. Aj.